Rama takim kokë më kokë me Mitsotakis, diskutojnë çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve, synohet arritja e marrëveshjes së partneritetit strategjik. Prokuroria e posaçëve zbardhë korrupsionin me tenderat e Akshit. Mirlanda Karçanaj dyshohet për shuma të mëdha parash të fshehura në Kutivere. Zbulojnë prona me vlerë miliona euro. Vrasja e 30 vjeçarit në Memali dyshohet për konflikte që lidhen me trafikun e lëndëve narkotike. Policia shpallë kërkim 2 vëllezër. Bordi Transparencës rrit sërish çmimin e karburanteve, nga sot nafta do të kushtojë 5 lekë më shumë për litër, edhe benzina do të tregtohet më shtrenjtë. Ora 19 mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve mbastitujve. Do të shkojmë me radhë. Kryeministri Rama u takua sot në Athinë me homologun e tij grek Mitsotakis. Shefat e qeverive biseduan për afro 40 minuta për çështjet e nxehta mes dy vendeve me fokus të veçantë kufirin detar. Pas takimit, Rama tha se synohet që këtë vit të arrihet një marrëveshje partneriteti strategjik mes Shqipërisë dhe fqinjit të saj jugor. Dita e dytë e kryeministrit Edi Rama në Athinë nisi me një takim me kreun e qeverisë greke, Kyriakos Mitsotakis. Shefi ekzekutivit të Shqipërisë u prit nga homologu grek në pallatin qeveritar Maksimos në takimin kokë më kokë, që zgjati për 40 minuta. Detajet e bisedës mes dy liderëve u dhan nga vetë Rama, i cili me anë të një postimi në rrjetin social Facebook tha se Tirana dhe Athina po punojnë për zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Me kryeministrin e Greqisë Kyriakos Mitsotakis na lidh një misi e posaçme e farkëtuar në rrugën e përbashkët të ambicjes për të modernizuar vendet tona dhe për të ngritur marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri. Përgjatë kësaj rruge jo vetëm momentet më të mira, por edhe ato më të vështirat janë karakterizuar gjithnjë nga komunikimi plot respekt e padorashka, ndërkohë që po punojmë për kapërcimin përfundimtar të gjitha çështjeve të mbartura mes dy shteteve për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik. Ndër çështjet e mbartura mes dy vendeve është përcaktimi i kufive detar, për të cilët palët kanë rënë dakord për t'u drejtuar gjykatës ndërkombëtare. Tirana dhe Athina do t'i paraqesin argumentet e tyre në gjykatë, ndërsa është krijuar dhe një ekip i posaçëm për të evidentuar problematikat që kanë të bëjnë me të drejtën e detit. Gjithashtu, kryeministri Edi Rama po merr pjesë në punimet e Forumit Ekonomik të Delfit, një platformë ndërkombëtare niveli të lartë, që çdo vit bën bashk lider politik, përfaqësues të biznesit, akademik dhe ekspert nga gjithë bota. Gjatë punimeve të forumit në një ceremoni të veçantë, do të nënshkruhet dhe memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet korporatës shqiptare të investimeve dhe korporatës greke të aseteve. Për këtë temë do të ndalemi pas pak tek intervista e ditës, por më parë, prokuroria e posaçme thotë se ish drejtoresha e Agjencisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj, ka marrë 200.000 euro rishfet, një pjesë e cilave ishin fshehur në kuti vere. Hetimet zbuluan gjithashtu prona të tjera me vlerë miliona euro që sipas prokurorëve janë përfituar nga tendera korruptiv. Për të favorizuar kompanitë e Ergysa Gasit dhe Ermal Beqirit, ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj vuri në dispozicion institucionin që drejtonte. Në këmbim, thos pak në dosjen e siguruar nga Vision Plus, ajo përfitoi pasuritë të luajtshme e të paluajtshme. Lidhur me të ardhurat e palishme të përfituara në formë korruptive nga e hetuara Mirlinda Karçanaj, ekzistojnë dyshime të bazuara në prova, të cilat të analizuara në harmoni me njëra tjetrën, bëjnë të besohet fakti se ajo vlerën prej 200.000 eurosh në mënyrë indirekte e ka përfituar nga shtetasja Ariola Koromani. Në disa raste ka marrë kutivere të mbushura me kartë moneda euro të prerjeve 100, 200 dhe 500 euro, si dhe ka përfituar nga persona të tjerë lidhur me shtetasin Ermal Beqiri dhe Ergysa Gasi, ku përmendim blerjen e 3 pasurive, 2 në Tiranë dhe 1 në Qerret. Një dhënë interesante është një faturë gjetur në një nga vilat që spak i sekuestroi Agasit për vlerën marramendse të pijeve alkolike që ai kishte në pronësi. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e Equos Resort, u konstatuan disa arka druri, brenda të cilave ndodheshin disa shishe verë dhe shampanjë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Arsyetohet se vlera e këtyre pijeve alkolike arrinte deri në afërsisht 950.000 euro. Shoqëria e Ergysa Gasit, thot prokuroria e posaçme, del hapur në pamundësi financiare për të justifikuar origjinën e parave për të cilat zotoi të priste fatura fiskale.
Ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se veprimet e shoqërisë përbëjnë një skem tipike të korrupsionit pasiv dhe pastrimit të produkteve të veprës penale, ku subjekti juridik është përdorur si një mjet për transformimin e rishfetit në formë të kamufluar tregtare, ndërkohë që kompania ka prerë fatura në vlera jashtëzakonisht të larta drejt operatorëve ekonomik. Hetimi ka dokumentuar se kjo shoqëri nuk zotëron asnjë kapacitet teknologjik apo burim njerëzor për të përmbushur objekte të tilla kontrate. Të martën në mbrëmje, SPAK njoftoi se ka sekuestruar 40 milion euro prona dhe llogari bankare të dosjes Akshi, që sipas organit të akuzës i përkasin Ergys Agasit, ish drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karçanaj dhe Ermal Beqirit. Sipas strukturës së posaçme antikorrupsion, prej këtyre pasurive të paluajtshme, 27 i përkasin Agasit, 5 Beqirit dhe 4 ish drejtoreshës së Akshit, por nga ana tjetër, SPAK numëron në total 52 pasuri bashkë me ato bankare, të cilave u ka ndaluar çdo funksion. Dosja e prokurorisë së posaçme për Agjencinë e Informacionit, sipas kryeudemokrat Berisha, tregon shkallën e lartë të korrupsionit në këtë institucion. Ai listoi pasuritë e sekuestruara nga prokurorët, duke shtuar se kryeministri Rama gënjeu dhe i doli në mbrojtje Mirlinda Karçanajt. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi vendimin e gjykatës posaçme për sekuestrimin e pasurisë për protagonistët e dosjes hetimore që lidhet me tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Ergys Agasin, Mirlinda Karçanajn e Ermal Beqirin. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha lexoi të gjitha pasuritë që janë sekuestruar Ergys Agasit, duke vënë në dukje se ai ende lëviz i lirë. Këto janë pra pasuritë, një pjesë e pasurive, se këtu s'kan fut fabrikën e duhanit të blerë për ti e shumë gjëra tjera i kanë kursye, të Ergys Agasit, i cili me datën 19 prill shëtiste i shoqëruar nga 2 makina policie, jo nga një. Berisha lexoi edhe pasuritë që janë sekuestruar ish drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj, duke ju kundërpërgjigjur kryeministrit Edi Rama, i cili doli në mbrojtje pak javë më parë. Është shumë e rëndësishme të mësojnë për pasurinë e të gjores Mirlinda Karçanaj, e cila sipas avokatit të saj Edi Rama jeton diku në një apartament me qira. Mirlinda ka apartament në rrugën Dervishima Kati 8, ka pasurinë në rrugën e Kavajës 73 metër katror tjetër apartament, ka në Qerret vil, ka dhe një ullishte 1500 metër katror. Në këtë situatë, sipas Berishës, opozita ka vetëm një rrugë, vazhdimin e protestave. Ndaj dhe sot është më domosdoshme se kur protesta jonë. Në ndërgjegjen çdo shqiptari duhet të jetë qartë thellë se rruga e vetme për të ndaluar këtë të keqe të madhe është protesta. Mbetet për të parë se kur do të jetë protesta e 8 kombëtare e opozitës kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. I rikthehemi i lajmit kryesor, takimit kok më kok sot në Athinë të 2 kryeministrave të Shqipërisë dhe të Greqisë. Për të diskutuar, për të kuptuar diçka më shumë, rreth marrëdhënieve mes dy vendeve, është i ftuar drejt për së drejti për një bisedë Vangjel Dule, deputet i opozitës, kryetar i Partisë Bashkimit për Drejtat e Njeriut. Mi mbrëma, një opinioni juaj për takimin e sotëm në Athinë. Përshëndetje. Më lejoni që në radhë të parë të shpreh vlerësimin se gjithmonë një takim i tillë midis 2 kryeministrave të vende fqinje, mike, partnere strategjike është i mirëpritur. Dhe në rastin ton konkret do theksoja se është bile i vonuar. Së dyti, dëshiroj që të shpreh urimin që këto takime të jenë takime rezultative, të cilat do të nxjerrin marrëdhëniet midis 2 vendeve nga apatia e viteve të fundit dhe do t'u japin atyre dinamikën që kërkon interesi i të dyja vendeve, prosperiteti dhe stabiliteti në rajonin e Europës juglindore dhe gjithashtu perspektiva integruese e vendit ton në Bashkimin Evropian. Më lejoni së treti të shpreh edhe një skepticizëm. Skepticizëm që lidhet me qëndrimet jo luajale të kryeministrit Rama. Takimet të tilla janë bërë edhe në të kaluarën, por në vend që të shënonin hapa përpara, kanë shënuar hapa brapa diçka e papranueshme
dhe jo e dëshirueshme. Prandaj, do të dëshiroja që ti qëndroja urimit që ky takim të shënoj realisht një faqe të re në marrëdhëniet midis dy vendeve. Në raportet mes dy vendeve, mes Shqipërisë dhe Greqisë, e dim të gjithë, ka të paktën në mënyrë të përmbledhur 3 çështje që janë pezull. Kufiri detar, të drejtat e minoritetit e pakicës greke në Shqipëri, të cilat shihen dhe interpretohen në mënyra të ndryshme nga palët, si dhe çështja e ligjit të luftës, që edhe këtë e dim është praktikisht një çështje e zgjidhur, por juridikisht e pambyllur. Cila prej tyre mendoni ju se është edhe më e rëndësishme, po edhe më e vështirë për të zgjidhur ndoshta? Nuk besoj se ka vështirësi. Janë çështje të cilat janë të trajtuara gjerësisht dhe zgjidhjet i kanë dhënë praktikat më të mira ndërkombëtare. Le ta nisim me ligjin e luftës. Unë kam dëgjuar nga gojët më zyrtare të mundshme të Republikës së Greqisë se nuk ekziston një gjendje e tillë midis dy vendeve. Por është theksuar në qoftë se Shqipëria mendon se kërkohet një formulim i cili do të shuaj edhe çdo keqkuptim ekzistues, atëherë bashkarisht mund ta formulojmë atë. Ky është një qëndrim që e kam dëgjuar prej vitesh dhe në vazhdimsi. Së dytë, kemi të drejtat e pjesëtarëve të minoritetit etnik grek. Nuk kemi pse të ndjekim si macja bishtin e vet. Këto janë të sankcionuara. Ka konventa, ka më të detajuar raportet dhe opinionet e Këshillit të Europës, të cilat çdo 5 vjet nxjerrin një vlerësim për situatën e të drejtave të minoritetit etnik grek. Në qoftë se marrim opinionin e fundit dhe e implementojmë atë, e kemi zgjidhur pa asnjë diskutim as me Greqinë, as me Bashkimin Evropian, thjesht duke dhënë zgjidhjet institucionale që kërkohen. Së treti, marrëveshja e delimitimit të zonave detare midis të dyja vendeve. Për vlerësimin ton ka pasur një marrëveshje e cila ka qenë konform parametrave që kërkon e drejta ndërkombëtare. U krijuan ato apelime nga ana e Republikës së Shqipërisë. Unë do dëshiroja të theksoja një realitet praktik, sepse kjo është një çështje e ngarkuar emocionalisht. Çdo qytetar mendon se Republika Fqinje e Greqisë ka dashur që t'i bie në hak Republikës së Shqipërisë. Ne kemi, si Republikë e Shqipërisë, një marrëveshje me Republikën e Italisë. Republika e Greqisë ka një marrëveshje me Republikën e Italisë. Atëherë, a nuk mund të pranojnë që të njëjtat kritere që janë implementuar në marrëveshjen midis Italisë dhe Greqisë, të njëjtat parime që janë mbi të cilat është zbatuar marrëveshja midis Republikës së Shqipërisë dhe Italisë, të zbatohet edhe midis Republikës së Shqipërisë dhe Greqisë? Kur A-ja barazi me B dhe B-ja barazi me C, edhe A-ja është e vetkuptueshme që është e barabartë me C. Çdo gjë tjetër është alkemi. Qartë, nuk kemi shumë kohë për ta shtjelluar më tej, sigurisht ky është qëndrimi juaj, zoti Dule. Pyetja e tretë dhe ju lutem shkurt dhe e fundit. Ju thatë që marrëdhëniet midis dy vendeve kanë qenë në një fazë apatie, por perifrazoj. Sipas jush në këto 30 vjet kur kanë qenë më të mira marrëdhëniet? Marrëdhëniet kanë nisur me një dinamizëm në vitin 1991, 1992 dhe gjithashtu kanë pasur momente lulëzimi në vitet 2001-2005, por edhe në vitin 2005-2009. Ajo që është për të vërejtur nga ana jonë është se gjatë 13-14 viteve të fundit të qeverisjes Rama, ato kanë qenë në një tension të panevojshëm, artificial dhe për mendimin ton qëllimisht të kultivuar nga ana e kryeministit Rama. Faleminderit zoti Dule, deputeti i opozitës, ne do të ecim tej.
Prokuroria e posaçme ka zhvilluar një tjetër aksion kundër mashtrimit të qytetarëve të huaj nga Shqipëria përmes qendrave telefonike apo call centerave. Sipas të dhënave paraprake, operacioni u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet franceze pas denoncimeve të bëra nga qytetarët francezë. Deri më tani bëhet e ditur se është shoqëruar edhe një punonjës policie që dyshohet se është përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Gjatë kontrollit ushtruar në afërsi të shkollës së mesme Sami Frashëri në Tiranë u gjetën kompjutera, telefon, si dhe dokumente me të dhëna operatorësh. Vrasja që tronditi qytetin e vogël të Memaliajt një ditë më parë dyshohet të ketë si motiv konfliktet për pazare të drogës. Viktima dhe autorët kanë qenë të përfshirë, me sa dyshohet, në veprimtari kriminale, pasi kanë qenë të skeduar më herët nga policia. Për krimin janë shpallur në kërkim 2 vëllezër. Detajet e reja janë zbuluar në lidhje me ekzekutimin e 30 vjeçarit Endri Goxhaj mbrëmjen e së martës në Memaliajt të Tepelenës. Në kërkim, policia ka shpallur 2 vëllezër të dyshuar si autor të ngjarjes, konkretisht Donald dhe Marial Donela. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se autorët dhe viktima kanë qenë të ndarë në 2 grupe dhe nga të 2 grupet ka pasur shkëmbim zjarri, ku përpasoi plagosur mbeti edhe vëllai I 2 autorëve Dali Nela. Burimet bëjnë me dije se konfliktet midis grupeve kanë qenë të hershme, dyshohet për lëndë narkotike, ndërsa besohet se vëllezrit Nela e kishin ndjekur për disa kohë viktimën deri në momentin e ekzekutimit të tij. Emri I autorit të vrasjes së dieshme nuk është I panjohur për drejtsinë shqiptare dhe blu të Sarandës, pasi Donald Nelaj në 2018 renditej në listën e trafikantëve si pjesë e një grupi kriminal. Në nëntorin e 2018-s, policia e Sarandës ka sekuestruar 32.3 kg kanabis dhe një BMW X5. Hetimet e bëra në kuadër të zbardhjes së trafikimit të drogës nxorën në pas se shtetasit Ervis Hysaj dhe Donald Nelaj kërcënonin me jetë Mikel Jorgjin pasi ky I fundit kishte mundësuar kontaktin e tyre me disa pjesëtar të grupit nga Tepelena. Donald Nelaj ka qenë I dënuar në vitin 2018 si antar I një grupi kriminal I cili akuzoi për trafikim droge e kryer në bashkëpunim me të tjerë. Por jo vetëm kaq, ai grabiti me dhunë një kambis në Tepelen ndërsa u arrestua në kryeqytet. Ndërkohë I plagosurit Dali Nela sipas burimeve është dhëndër te Fisikalemi. Pjesëtarët e kësaj familjeje janë njohur gjithashtu për përfshirje në ngjarje kriminale, ku mbrëmjen e 20 korrikut të vitit 2024 qyteti I Memaliajt u trondit nga një atentat I trefisht. Viktima mbeton Shiqo Kalemi, babai I 74 vjeçar I Andrea Kalemit, I njohur si I forti I Memaliajt, ndërsa fatkeqësisht plumbat I morën jetën edhe kamarierit dhe klientit të lokalit ku ndodhi ngjarja. Si dëshmitar okular dhe persona që mund të kenë ndjeni për konfliktet midis grupeve janë shoqëruar disa personat, të cilët me dëshmitë e tyre nuk I kanë ndihmuar hetuesit për zbardhjen e plotë të krimit. Policia ka dhënë hollësi për operacionin që kishte si shënjestër grupet e shpërndarjes së drogës në Tiranë. 15 persona kanë përfunduar në pranga dhe 16 janë shpallur në kërkim, ndërkohë janë sekuestruar lëndë narkotike të llojeve të ndryshme si dhe shuma parash. Një tjetër operacion është finalizuar nga Antidroga e Tiranës pas 3 muajsh hetime intensive në bashkëpunim me prokurorinë. Mësohet se janë goditur disa grupe që merreshin me shpërndarjen e lëndëve narkotike në qytet. Nga hetimet janë identifikuar 36 persona të cilët vepronin të ndarë ose në grupe dhe dyshohet se shpërndanin lloje të ndryshme droge madje edhe në afërsi të shkollave. Për 15 prej tyre është ekzekutuar masa e sigurisë arrest në burg, ndërsa 16 të tjerë janë shpallur në kërkim dhe vijon puna për kapjen e tyre. Ndërkohë 5 persona të tjerë janë arrestuar më herët nga uniformat blu. Në total gjatë këtyre operacioneve në muajt e fundit, ku bën pjesë edhe goditja e fundit antidroga, janë sekuestruar mbi 60 kg kanabis, më shumë se 2 kg kokain, 4 armë pistolet dhe 3 armë gjahu, 121.000 euro, 60 milion lek të vjetra, 5.000 pound, 14 celular, si edhe peshore elektronike dhe 3 automjete. Ndërkohë vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Betemi te kronika e rendit, 5 persona u arrestuan në Tiranë dhe 3 të tjerë u vënë në prangë në Lezhë pasi kishin përshtatur ambiente të ndryshme për lojë rafati dhe shitje droge. Gjatë aksionit janë sekuestruar 10 kompjuter, makineta dhe tavolina pokeri. 4 raste të përshtatjes së ambienteve për zhvillimin e kundërligjshëm të lojrave të fatit me makineta dhe tavolina pokeri janë zbuluar nga policia në Tiranë. 5 persona janë arrestuar dhe në kërkim janë 2 të tjerë pronar dhe punonjës të ambienteve.
Si rezultat u sekuestruan 16 kompjuter për lojë Rafati, tavolina për lojën poker, si dhe sende të tjera që shërbenin për këtë veprimtari të palishme. Po ashtu policia e Lezhës në të paktën 3 raste nga Miloti në Laç ka zbuluar dhe bastisur disa ambiente të përshtatura për lojë Rafati me makineta dhe tavolina pokeri. Njëri prej ambienteve gjithashtu ishte përshtatur për përdorim dhe shitje të lëndëve narkotike. Agjentët arrestuan 3 persona dhe proceduan penalisht një tjetër, ndërsa në kërkim është një nga administratorët e ambienteve. Në total u sekuestruan 15 makineta, 3 tavolina për lojën poker, sasi lëndë narkotike, kokainë, shumë aparash si dhe sende të tjera. Por ky operacioni ka kushtuar detyrën drejtorit të policisë së Lezhës, i cili pas finalizimit të këtij aksioni dhe zbulimit të një shtëpie bari në zonën e Rrilës, ka dhënë dorëheqjen. Islor Islami mori detyrën në janar të këtij viti me misionin për të stabilizuar rendin në një qark që shpesh është bërë skenë e ngjarjeve të forta kriminale. Megjithatë, eksperienca e tij ka zgjatur shumë pak, duke e bërë atë një nga drejtuesit më jetëshkurtër në këtë pozicion. Në të dyja rastet, si në Lezhë ashtu edhe në Tiranë, sipas burimeve, denoncimet janë bërë në adresën elektronike të drejtorit të përgjithshëm të policisë, Skënder Hita. Rritet çmimi i karburanteve. Këtu ka vendosur mbledhja e radhës e bordit të transparencës. Sipas vendimit, nafta do të shitet me 202 lek për litër, ndërsa sipas vendimit të mëparshëm tregtoi me 197 lek. Në shumicë do të tregtohet jo më shumë se 190 lek. Edhe benzina ka rritje duke shkuar në 176 lek për litër nga 172 që shitej në pakicë. Çmimet e reja kanë filluar që prej orës 12:30 në mesditë për të qëndruar në fuqi deri në mbledhjen e radhës të bordit të transparencës. E përpasoj, bizneset po përballen me një situatë të pazakontë si pasojë e shtrëngtimit të naftës, sipërmarrësit thonë se po shkojnë drejt kufive të mbijetesës, ata i kërkojnë qeverisë subvencionim ose ulje të barrës fiskale. Nafta është rritur, madhret dhe shërbimet po ashtu, e në këto kushte bizneset kërkojnë ndihmë nga qeveria për të përballuar kostot e larta të prodhimit. Forumi Ekonomik Bashkëshqiptar dhe organizatat përfaqësuese të biznesit po ndjekin me shqetësim zhvillimet e fundit ekonomike. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të karburanteve ndikuar nga zhvillimet në tregjet globale të energjisë, tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme dhe pasiguritë në zinxhirin e furnizimit po i vendos ekonomitë tona përballë një presioni të fortë dhe të qëndrueshëm. Në kushte të një varësie të lartë nga importi dhe një strukturë ekonomike të ndjeshme, kjo krizë po reflektohet menjëherë në çdo segment të aktiviteteve tona ekonomike. Kërkesa është e thjeshtë, ose të rishikohet skema taksimit për produktet e ndryshme gjatë kësaj periudhe, ose të subvencionohen sektorët që po preken më shumë, ashtu siç po veprojnë edhe vendet e tjera të botës. Ne kërkojmë masa të menjëhershme, konkrete dhe të matshme për të përballuar me këtë situatë. Në një, kërkojmë rishikim të përkohshëm dhe fleksibël të barrës fiskale. Ne besojmë që struktura aktuale e çmimit përmban një peshë të lartë taksash. Nevojitet ndërhyrje e targetuar për stabilizimin e tregut në përputhje me praktikat e vendeve të Bashkimit Evropian. 4. Mbështetja për sektorët më të ekspozuar. Besojmë që transporti, bujqësia, industria prodhuese, shërbimi dhe turizmi janë më të ndikuara dhe kërkojnë masa konkrete, lehtësuese për të mundur që të jenë konkurrent në tregjet tona. Forumi bën thirrje që qeveria të reagojë sa më shpejt. Në të kundërt rrezikohet që rritja e çmimeve të përshkallëzohet, vendet e punës të rrezikohen dhe investimet të frenohen. Familjet që u prekën nga zjarri një javë më parë në pallatin e ndërtuar nga kompania e ndërtimit të Arlis do të marrin bonus qiraje. Këshilli Bashkiak i Tiranës ka miratuar bonusin prej 40.000 lekësh në muaj për çdo familje deri në momentin që ato do të kthehen në shtëpit në banesat e rikonstruktuara. Mbledhja u shoqërua me debate mes opozitës dhe shumicës, pasi këshilltarët e djathtë kërkuan të merren masa që kjo ngjarje të mos përsëritet edhe në objekte të tjera të ndërtuara me të njëjtin material në fasadë. Po ashtu Këshilli Bashkiak i dha pëlqimin për kompensimin në masën 50 lek për litër karburanti për operatorët e transportit publik për 3 muaj. Tashmë vendimi do të kalojë për miratim në qeveri. Në kuadër të plotësimit të kërkesave të Bashkimit Evropian për sigurinë ushqimore, 900 biznese do të marrin mbështetje nga qeveria. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula tha se do të certifikohen subjektet e prodhimit të produkteve shtazore.
Qeveria shqiptare do të mbështesë 900 biznese të prodhimit të nënprodukteve ushqimore me origjinë shtazore, të cilat kanë potencial për të eksportuar jo vetëm në vendet e rajonit, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Këtë e ka bërë të ditur kryespektori i përgjithshëm Dashnor Sula nga Korça, ku është shprehur se Shqipëria ende nuk është në nivelin e duhur për sa i përket sigurisë ushqimore. Ne po japim asistencën si Inspektorati i Përgjithshëm dhe si Inspektorati Qendror i AKU-s dhe me të gjithë specialistët për duke quar të gjithë kërkesat që kërkohen sipas Bashkimit Evropian dhe të jeni përmbushje të kërkesave nga të gjithë baxhet, nga industria e përpunimit të këtyre produkteve me origjinë shtazore e shumë gjëra të tjera, të cilët do të bien një afat kohor 3 deri në 6 muaj, të cilët do duhet të plotësojnë çdo kërkesë pas normave të certifikimit të Bashkimit Evropian. Siguria ushqimore është një nga sektorët më të vështirë në grup kapitujt e hapur nga BE, ku së fundmi kryeministri Rama bashkë me drejtues të institucioneve shtetërore ka kërkuar një vëmendje më të madhe për përmbushjen e kritereve. Zgjedhjet e parakohshme do t'i kushtojnë buxhetit të Kosovës të paktën 10 milion euro. Kryeministri Albin Kurti tha se kjo situatë mund të përsëritet nëse partitë nuk arrin dakordësi për zgjedhjen e presidentit të ri. Kryeministri Albin Kurti ka folur përsëri për çështjen e presidentit duke thënë se nëse vendi shkon në zgjedhje, ato do t'i kushtojnë Kosovës miliona euro. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, së paku 10 milion euro ato kushtojnë për organizimin e tyre nga KQZ. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, për shkak se nuk do të funksionojë Kuvendi i Republikës, do t'i humbim 10 milion euro si shtet. Kurti paralajmëroi se Kosova do të detyrohet të mbajë zgjedhje të njëpasnjëshme parlamentare nëse partitë nuk arrin dakordësi për kreun e shtetit. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, nuk do të kemi zgjidhje. Meqense se sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhje të reja, e pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhje të reja, meqense se unë nuk e di se si mund të kemi 80 deputet. Prandaj është domosdoshme që të merremi vesh. Presidenti i Kosovës zgjidhet me 2/3 e votave në 2 raundet e para të votimit apo me 61 vota në raundin e tretë, por nevojiten 80 deputet në sallë që seanca të mund të mbahet. Afati kushtetues për kreun e ri të shtetit skadon më 28 prill dhe nëse deri atëherë nuk zgjidhet një president, Kosova do të mbajë zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Këto ishin lajmet kryesore për sot, e mërkurë 22 prill, ju uroj një mbrëmje të këndshme.